Në 2 vjetët që jam drejtor, rroga është vanuar vetëm 1 muaj. Dhe në atë kohë që parashel ligji prej në datën 1 deri në datën 15, ne kemi vanuar 1 ditë. Në datën 16 kemi dhënë rrogat. Jemi duke u stabilizuar. Dimrat e kaluara ka qenë dhënia e rrogave shumë problematike, ku ka pas nga 2-3 muaj që s'kan marrë rroga. Posta e Maqedonisë pajiset me 100 automjete të reja, por mosha mesatare të punësuarve është 55 vjeç. Mungesa automjeteve dhe postjerëve në teren në të kaluarën ka bërë që 600.000 dërgesa të mbeteshin në magazinat postare. Kushtet jo të mira të punës së kësaj shoqate aksionare shtetërore kanë bërë që vitin e kaluar ta mbyllin me 5 milion euro humbje. Por menaxhmenti i ri thotë se me uljen e numrit të administratorëve dhe mbylljen e disa pikave postare, do të shtohet efikasiteti i postjerëve në shpejtësinë e dërgesave dhe rritjen e fitimit me shlyerje të borxheve. Në pjesën e të punësuarve, e ceka dhe më herët, ne kemi punësuar në vitin 2025, planifikojmë në vitin 2026 kemi diku 120 punësime, cilët do të jenë vetëm në pjesën teknologjike për pjesë shoferëve apo në pjesën e ndarjes së paketave e kështu me radhë. Jo, realisht kemi vënë një skenim gjendjes çish në moment parë, ka pas, po disa kanë filluar të vinë, disa i kemi larguar, kështu që për momentin jemi stabil. Dhe besoj që në të ardhmen nuk do të lejojmë asnjë gjë e tillë të ndodhë. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandr Nikolovski theksoi se ky institucion ishte harruar nga qeveria e mëparshme, për të cilën po përgatiteshin studime fizibiliteti për shitje dhe privatizim. Por ai zotohet se do të arrijë më këmbin si aset shtetëror. Investimi për automjetet e reja është në vlerë prej 2 milion eurove. Në përshkrimin e automjeteve të reja, ai tha se 10 furgonët që kanë një kapacitet mbajtës prej 750 kg, ndërsa ato më të mëdha kanë një kapacitet mbajtës prej 1800 kg, gjë që siç shtoi ai, do të ndihmojë në përshpejtimin e dorëzimit të pakove që është aktiviteti kryesor i postës. Nekada nад 75% od celokupниот промет во државата кој прави Македонска пошта, но кога ќе видите на страна на приходи е обратно, што значи дека либерализацијата на пазарот наместо да создаде конкуренција, создаде монопол на приватните пошти, кои што ги земаат најпрофитабилните бизниси, кои што не се заинтересирани да носат писмо од Скопје во Вевчани, например, а Македонска пошта останува како единствен провайдер на овие услуги и единствени кои што возможуваат државата да функционира. Raporti i revizionit në vitin 2025 tregoi se shoqëria aksionare Posta po zhytet në humbje dhe borxhe, që nga viti 2017 ajo ka qenë në një pozicion të pafavorshëm financiar, duke pësuar vazhdimisht humbje operative dhe humbja më e madhe në vlerë prej mbi 229 milion denar ose mbi 3.7 milion euro është regjistruar në vitin 2022. Vetëm 59.7% e dërgesave janë dorëzuar në kohë, ndërsa 30.5% janë dorëzuar në një periudhë më të gjatë se 3 ditë, që është një devijim nga standardet e Unionit Postar Universal, i cili përcakton një standard minimal prej 75% dhe një standard maksimal prej 88% për dërgesat e dërguara me sukses dhe në kohë.